Atëherë jemi kështu bashkë në këtë blok të parë për të folur mbi një veprim që natyrisht ka marrë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, duke zgjatur edhe për një vit tjetër gjendjen e jashtëzakonshme në Ballkan, duke e cilësuar rajonin si kërcënim të pasigurt në fakt për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por çfarë do thotë ky vendim për vendet e rajonit? Në anën tjetër ka pasur zhvillime edhe në urën e Ibrit, disa matje që u bën dje dhe thuhet të bërë nga Bashkimi Evropian. E gjitha këto natyrisht nëse qeveria e Kosovës ishte informuar. Më lejoni të lutem të prezantoj panelin për ditën e sotme me një panel ftuarish, duke nisur nga i nderuari eksperti i sigurisë zotriu Hysén Gecaj. Përshëndetje dhe mirësevene. Kënaqësi të kemi në program. Faleminderit shumë në anën tjetër të Elezi, kënaqësi të kemi këtu. Faleminderit. Në një lidhje të drejtë për drejtë, në fakt nga Rusia, Misha Puma, përshëndetje nderuar, mirë se vjen. Përshëndetje. Kënaqësi dhe vetëm pas pak nga Gjermania vjen në këtë panel Lulzim Veliu në një lidhje të drejtë për drejtë natyrisht. Por do ta filloja këtë bisedë me juve zotri Elezi. Realisht ne kemi diskutuar edhe për ardhen në pjesët të stafit nga Berlini në ambasadën e Kosovës nga stafi amerikan. Pastaj ajo kishit folur pak a shumë për rëndësinë strategjike ushtarake që do ta merr Kosova dhe tash na vije ky hap, i cili sipas jush çfarë do të thotë? Nuk po plotësohen kushtet për me ndërmarr hapat e më të tjeshëm apo thjesht jemi pjesë e planit? Të jemi të sinqert dhe pranoj saktësisht vendimin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në lidhje me konstatimin e statit të sigurisë në Kosovë dhe zgjatjen e afatit se Ballkani dhe vetë Kosova është akoma një stat emergjente sa i përket çështjeve të sigurisë. Do ta nisim nga fakti i konstatimit të vetë shefit CIA-s, i cili ishte për vizitë në Ballkan dhe konsideroi se është burim jo sigurie. Pastaj kemi pas dy aktivitete të rënda në aspektin e sigurisë, sulmi terrorist në Banjska dhe sulmi në infrastrukturën, që ka do të thotë se janë prova, janë dëshmi të padiskutueshme të cenimit të sigurisë dhe interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kosovë. Ju e dini që ka pas një deklaratë fuqishme të SBA-s në lidhje me rrezikimin e jetës së ushtarëve të tyre, të cilët operojnë kuadër të KFOR-it në Kosovë. Krejt këto janë të mjaftueshme për qytetarin për ta kuptuar se vërtet është e nevojshme që të zgjatet ky afat, e sidomos kur SBA-ja vazhdon tutje duke listuar persona apo edhe organizata të cilat janë mund të themi të rrezikshme për interesat kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Lista e zezë ju e dini. Sa kontribuan shqiptarët që të vazhdohet kjo lloj gjë? Në fakt, nëse shohim nga aspekti negativ i kontributit të kësaj, në aspekt negativ, jemi të sinqertë, ne kemi veprimet tona politike kemi sanksionuar Kosovën. Sanksionet nuk kanë ardhur vetëm prej SBA-s, kanë ardhur prej Bashkimit Evropian dhe organizatave të tjera. Si pasojë vendime politike që determinojnë zhvillimet e sigurisë. Dhe e dyta që është me rëndësi kanë vazhduar këto veprime politike. Ju e keni parë që edhe sot kemi dy angazhime sapo përmendi jo në deklaratën e saj apo në shpjegimin e saj. Kemi angazhim të faktorit ndërkombëtar për çështjen e urës faktike dhe matjet nëse është e gatshme për hapje dhe kemi veprime politike edhe për ndërtimin e dyerave. Për ta kuptuar prapa, në fakt zoti Gecaj, vizita e shefit të CIA lidhej natyrisht me tentativat për ta hapur urën e Ibrit. Dhe pasi erdhi këtu për faktin se ne patëm edhe dy prej situatave më serioze të ndodhura pas pavarësisë së Kosovës, ajo që ndodhi në Banjska dhe në anën tjetër sulmi në Ibelipens, gjithçka u stopua. Lidhur me iniciativat politike që mund t'i marrë qeveria e Kosovës, natyrisht mund të jetë momenti dur apo mund të mos jetë momenti dur. Por në anën tjetër ne shohim një sër armatimesh që zihet në veri, në fakt që është tetë serioze kjo. Faktikisht për gjendjen e verit gjithmonë është ditë se çfarë është gjendja faktike në terren dhe në përputhje me këtë gjithmonë janë ndërmarrë masa të caktuara, por kur flasim për veprimet konkrete në terren duhet ta kuptojmë që edhe kjo deklaratë e zotit Trump, nëse në thelb është politike në rend parë, gjithmonë deklaratat politike, po edhe vendimet politike reflektojnë edhe në kuptimin e veprimeve në aspektet e sigurisë dhe të mbrojtjes të secilit shtet. Nuk ka përjashtim këtu. Dihet e para është politika, varësisht prej vendimeve të mira ose të këqija të politikës, kemi refleksion edhe në terren. Dhe me qenë se në veri është ditë gjithmonë që atje situata është e tillë çfarë është dhe po konstatojmë vazhdimisht, çfarë do veprimi që ndërmerret në veri është i domosdoshëm, gjë që është potencuar gjithmonë për ekspertëve të sigurisë që të ketë një koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë me aktorët ndërkombëtar të cilët janë prezente në Kosovë. Për shkak se dihet shumë mirë që nga shlirimi i Kosovës dhe tërheqja e trupave serbe paramilitare, ushtarake dhe policore të Serbisë nga
Kosova, ajo pjesë ka mbetë një zonë pak sa më e ndjeshme, por faktori ndërkombëtar gjithmonë ka qenë i kujdesshëm me zhvillimet politike në rand parë në brenda territorit të Kosovës, duke i parë rrethonat dhe gradualisht duke lëshuar kompetenca institucioneve të Kosovës. Dhe ky lëshim gradual i kompetencave ka arrit deri aty sa veriu, më pastaj ka mbetë si një zonë e veçantë ku është kërkuar gjithmonë një koordinim i veçantë në mes të institucioneve vendore, edhe atyne politike, po edhe atyne të sigurisë, për t'i ikur dhe për shkallëzimit ose t'i iket t'i shmangat një incidenti të mundshëm, sepse dihet shumë mirë që interesi i Serbisë gjithmonë ka qenë dhe është ende që Kosovën ta prezantoj si një shtet të pasuksesshëm, nëse ata e dinë fare mirë që për ndërhyrje me trupa direkt në Kosovë dhe për një luftë hapur në këto momente nuk janë kushtet të favorshme për ta, por gjithmonë rrinë gatshëm dhe në gjendje gatishmërie që në çfarëdo forme, qoftë politike ose edhe përmes grupeve terroriste, të ndërhyjnë her pas herë në Kosovë, sikur akte që i përmendi edhe Bedriu më herët që na ka ndodhur në vazhdimsi dhe pritet dhe ka mundësi që të ndodhen edhe më tutje. Por në një plotësim nëse mundem, te autorizimet, te mund të themi te kalimit apo faza që janë ushtruar bartja, e autorizime në fushën e sigurisë nuk kemi autorizime të mjaftueshme. E para, ju e dini që s'ka autorizime për me operu Forca e Sigurisë Kosovës. E dyta, ju e dini për faktin që EULEX-i ju është vazhdu mandati i saj. EULEX-i nuk vepron në qytete tjera, në zona tjera me mandat sikur se vepron në veri, që do të thotë se kemi përkufizimin e autorizimit zbatimit ligjit në ato pjesë dhe kjo është për faktorit ndërkombëtar. Jemi në qatë fazë të shkuar. Qatë fazë të shkuar vash edhe pse kemi regres, jo progres. E qartë, mirë, në fakt, ajo që kemi folur disa herë, naturisht është çështja veriut, por vazhdimi i kësaj mase për Ballkanin është një taktik politike, apo ka fakte konkrete Amerika për ta bërë këtë? Le t'i urojmë mirë se ardhi fillimi Xhuzi Veliut në program. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje për ju. Dhe fjala për ty, Veliu. Në fakt është taktizim, sepse në fakt një masë e tillë nuk është gjë e re, se është me dekada Amerika e shpall nga 2000-ta, pra ka shumë vite që dekada që Amerika mban këtë qendrim për Ballkanin, se e tillë është në fakt situata. Por tani për tani, duke ditur që bota është në flakë, në zjarr, a mund të lidhet me zhvillimet atje kjo? Jo, unë mendoj se nuk ka të bëja pak me taktizimin, është një masë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë marrë të disa vite, e njëjta gjë ka vazhduar edhe me presidentin aktual Trump, pasi që sipas mendimit tim gjithmonë në Ballkan ka rrezikshmëri të lartë për shpërthimin të situatës, qoftë përmes aksioneve apo akteve terroriste që mund të bëhet nga Serbia, që është një nga vendet më problematike në rajon, qoftë në Kosovë, qoftë edhe në Bosnjë, e pastaj duke parë edhe problematikën e Rusisë, e cila është e interesuar që në çdo mënyrë të kemi një vatër të re krize, jo vetëm në Ukrainë, por të kemi edhe në Ballkan, dhe unë mendoj se sikundër përgjigje për këtë është vazhdimi i asaj mase që tani më e ka marrë vendim. Por zotri Veliu, kur jemi tek masa dhe kur jemi tek siguria në përgjithësi në këtë pjesë të Evropës, ne shqiptarët sikur e kemi një përshtypje që ne gjithmonë i kontribuojmë as sigurisë dhe nuk vënon këto masa si pasojë veprimeve tona. Dhe tash më intereson të di se në këtë moment sa kemi kontribuar na që të zgjatet kjo gjendje. Ne si shqiptarës fjala, jo vetëm kosovarët. Ja, ne si shqiptarët, jo vetëm si shqiptarë, po flasim kombi shqiptar në përgjithësi, nuk është një komb luftë nxitës, nuk është një komb që ka bërë agresion ndaj të tjerëve, gjithmonë kemi qenë në për shkak edhe të asaj të kaluarës historike. Kemi, zotri Veliu, që t'jem pak më konkret. Ka pas disa ankesa për mos koordinim në mes të aksioneve të policisë së Kosovës dhe spektrin ndërkombëtar po i përmbledh kështu. Dhe pyetja ime është, në qoftë se edhe këto aksione kanë ndikuar që Kosovës të zgjatet një masë e tillë. Ballkanin. Unë mendoj se po, është mëse e vërtet, në gjërat e tilla i kemi diskutuar në shumë debate të mëhershme, është fakt se në Kosovë kemi pasur veprime të njanshme, është fakt se kemi pasur veprime që nuk ka qenë mirë të koordinuara me faktorin ndërkombëtar, mirë po unë mendoj se kjo mos nuk është për atë arsye, por kemi arsye të tjera. Sakt, sepse ndërshkimin politik Kosova e ka marrë me sanksionet politike nga Bashkimi Evropian. Këtu po flasim për çështje të sigurisë. Kosova asnjëherë nuk ka bërë një provokim të sigurisë.
Unë mendoj se më tepër në këtë drejtim ka mund të ndikoj aksioni në shtatorin e vitit 23 kur kemi pasur aktin terrorist në Banska, por edhe aksioni... A ishte reakcion, zotri Velio, a ishte reakcion, aksionin e morën serbët? Po flasim për serbët, aksionet e serbëve si kanë ndodhur në Kosovë. Sepse ne kishim fjalën për palën kosovar dhe kontributin e tyre në Palën shqiptare. Palën shqiptare, në fakt, jo kosovare. Nëse lejo ta sqaroj mirë çka desha të them. Unë këtë thash se më tepër në këtë drejtim kanë mundër të ndikojnë aksionet e serbëve në këtë rast, pasi ata kanë bërë aksion apo sulm terrorist në Banjska, por edhe aksioni në kanalin e Ibrit është po ashtu një akt terrorist, nuk mund të cilësohet ndryshe, pasi me atë ka mundur të shkaktojnë pasoja të mëdha dhe këto veprime janë që i kanë ndihmuar më tepër ndoshta. Por sidoqë të jetë, unë mendoj se derisa në Kosovë nuk kemi një marrëveshje që është arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe normalizimin e marrëdhënieve të këtyre dy vendeve, do të kemi mos vazhdimin e kësaj mase nga Shtetet e Bashkuara. Është qartë. Dhe do të doja në këtë moment të kaloja tek zotri Misho. Zotri Misho, përshëndetje dhe një herë faleminderit se qëndrove me ne, pak a shumë i more opinionet, një informacion të përgjithshëm në lidhje me atë se çfarë ne këtu e shohim dhe çfarë mendojmë. Por, realisht, kur flasim për sigurinë e Ballkanit, ne gjithmonë kemi fajsuar Rusin dhe impaktin e saj përmes kishës ortodokse dhe gjithashtu shërbimeve të spionazhit. Mendoni se Rusia është fajtori kryesor që një masë e tillë zgjatet në Ballkan? Jam i bindur që jo. Nga njëra anë kuptohet që nuk ka tym pas zjarr dhe Rusia ka pasur gjithmonë interesat e veta gjeopolitike dhe mashat e veta në Ballkan, që kanë qenë Serbia, Malizi, historikisht. Ballkani gjithmonë ka qenë fuqi baruti dhe ngjerëtësi e tillë. Zgjata e këtyre masave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është, për mendimin tim, është një shenjë e mirë, jo e keqe. Kjo tregon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në radhë të parë nuk e harrojnë Ballkanin, nga ana dytë dëshirojnë të mbajnë stabilitet në Ballkan, edhe në të tretën këto masa nuk janë drejtuar vetëm në drejtim të Kosovës, por edhe për vatra të ndryshme të rrezikshme në rajon, siç mund të jetë Bosnja, siç mund të jetë Maqedonia. Dhe Misha, pse janë të rrezikshme këto? Se kush i sponsorizon këto? Sponsorizojnë, juve e dini shumë mirë kush i sponsorizon, se e keni komshi. Do me thënë... Po komshiun tonë kush e mban më pas me direksione politike? Sigurisht që Rusia nëpërmjet kanaleve të veta, qofte edhe me inteligjencën mendoj, unë nuk kam fakte, kuptohet që edhe juve do ta kuptoni nga flas dhe sa mund të flas. Por megjithatë do flas. Po e kuptojmë zotri Puma dhe e respektojmë dhe të falenderojmë për këtë gjë. Faleminderit. Unë mendoj që sigurisht që shërbimet sekrete ruse kanë lidhje me, domethënë, kolegët e tyre në Serbi. Serbët janë faktor, le të themi, shqetësues për të gjithë Ballkanin, për popujt e Ballkanit, dhe do bëja një analogji ndoshta ashtu siç lindjen e mesme është Izraeli, në Ballkan është Serbia. Dhe kuptohet që mbas një shteti, domethënë si Serbia, ka mbështetje të Rusisë, megjithatë duhet thojë diçka që në momentin e tanishëm, sikur asnjëherë, Rusia është irrituar me sjelljet e Beogradit dhe të Vučićit, dhe në përgjithësi me politikën serbe në moment, me tendencën, domethënë, e qëndrimin në disa karige, me manipulimin dhe shitjen e armëve përsëri. Që e ndaloj Vučići këtë, pa thënë se ma kërkoi Rusia e ngjajshëm. Ata nuk ndalojnë asnjë gjë, ata vazhdojnë dhe shërbimi sekret rus përsëri në një mënyrë zyrtare, domethënë ka bërë një raport dje ku deklaroi që përsëri, domethënë, Serbia vazhdon të tregtojë armë dhe pjesë këmbimi për predha, domethënë, që shkojnë pastaj në Ukrainë, dhe ata e dinë shumë mirë ku shkojnë këto predha, tha shërbimi sekret rus në një, domethënë, deklaratë shtypi, dhe indikoi dhe biles dhe kanalet nga shkonin, domethënë nëpërmjet Çekisë dhe Bullgarisë. Pra, kjo është e qartë dhe ata lanë të kuptojnë, po deklaruan
që prellat serbe vrasin ushtarët rusë. Dhe, zotri Puma, do të ndalemi këtus, sepse... shumë shekullore. Sepse kemi, në base, jemi të hapur të bashkangjitët se cili pas kësa ideje, por neve na interesojnë të dim, zotri Puma, a do t'ja falë Vučićit këtë gjë? Duke ditur presionin e brendshëm dhe momentumin politik i cili gjendet mbretëror në fakt në Serbi në këtë moment. A është ky momenti më i mirë për t'i dhënë fund në fakt Vučićit? Po flasim për palën ruse. Po të mendojmë të flasim qik nga ana e logjikës. Domethënë Rusia mendon dhe të zgjedh të keqen më të vogël. Për momentin Vučići për ta ka ngjasa që është e keqja më e vogël, por jo le të themi i përkëdhelur i Kremlinit. Po të ishte ndonjë si puna e Dodik apo Vulin që e hoqën, me këtë rast edhe kjo tregon një tendencë të Serbisë për të orientuar në një kaf tjetër, që nuk e gjithashtu shfaqi pak kënaqësi Kremlini për këtë gjë. Këto gjëra domethënë kuptohet që kanalet e qartë. Por Misha, në fakt ne të Tikica jemi dëshmitar të se erdhet një alarm nga Bashkimi Evropian, një eurodeputet ngriti si alarm, natyrisht këtë retorikën për botën sërbe, dhe është një ide që fillimisht ishte proklamuar nga Milošević dhe më pas e njëjta politik në Serbi në krye me Dodikun shkojnë e shpërfaqen dhe kanë tendenca për këtë. Dhe përderisa nuk ka një ndërshkim për këtë ide, propozim, projekt, synim të Serbisë e Bosnjës, Trump natyrisht që do duhej edhe apo Amerika, pavarësisht ka president, do duhej ta shpallte këtë zonë Ballkani si një zonë pa sigurie. Por nuk ka asnjë ndërshkim për retorikën serbe, po as atë të Dodikut. Mendoj që kur... Po, është puna që edhe Dodiku ka ftuar, për shembull këto ditë kishte ftuar një, le të themi, ish gubernator me origjinë serbe, Miodrag Blagojević, mos gaboj, ku kishin pirë raki së bashku dhe kështu me thënë Dodiku do të nënvizoj që ai e ka mirë me Trumpin ose do të heqi atë non-gratën që e ka. Por gjithashtu kjo është një përpjekje e Dodikut për të lidhur me administratën e Trumpit. Nga ana tjetër Trumpi deri në momentin nuk ka treguar luhatin në qëndrimit e tij, edhe s'ka pasur kohë, edhe mundësi mbas edhe dëshirë. Por prapse nuk ka ndryshuar gjë dhe ka huje politikës amerikane në Ballkan është i pandryshuar. E qartë, zotri Gecaj, një mendim për këtë? Faktikisht situata të cilën ju e përshkruat është e tillë dhe jemi në këtë situatë çfarë ne e dim mas miri këtu në Ballkan dhe në Kosovë në veçanti, por kur ka deklarata të tilla sikur ajo për botën serbe e tjera dhe qëndrimi partnerëve tonë dhe miqve tonë ndërkombëtar, nuk shikohet njësoj sikur që shikojmë ne me atë emergjencën tonë. Për shkak se ata e shohin këto deklarata i shohin si një proces. Nuk është një diçka që jep efektin direkt me njëherë në teren, sepse ai efekt edhe ndikimi këtyre ideve serbe në Ballkan është një temë shumë e vjetër, e cila tani vetëm se është përforcu. Por ata e trajtojnë këtë sikur një proces i cili duhet me preventiv të parandalohet dhe preventiva janë shpesh vetëm deklaratat pa ndërmarrë diçka konkrete në teren. Masat konkrete ndërmerren vetëm atëherë kur shihet që ky efekt u ndikon direkt edhe me çështje të ndryshme të sigurisë brenda territorit Ballkanit, në këtë rast në Bosnjë-Hercegovinë ose në Kosovë edhe Maltëzi. E qartë, por një datë e nxehtë është paralajmëruar 28 qershor, që në fakt përkon me Vidovdanin dhe sot në fakt ne kemi një vendim të një prej gjykatave të Kosovës që ka ndaluar më pas bartjen e simboleve serbe, natyrisht sepse me të njëjtat është abuzuar. Zoti Geca, ne kemi parë pankarta, kemi parë harta provokuese. Elize, shihni ju se çfarë parashikimi keni në fakt për të premten, të shtunën, këtë vikend që Jani vetëm pak kthen mbrapa. Mos të harrojmë, 26 qershor 2001 është marrë masa Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht, më kujtohet në atë kohë kam qenë me forcat inteligjencë amerikane në teren, kam qenë i përfshim, prandaj duhet t'jap kontributin tim. Lufta në Maqedoni kishte nxjerrë në pa angazhimin e strukturave sekrete të Serbisë për ngritjen e kapaciteteve radikale. Më kujtohet shumë mirë që në trevat e Maqedonisë ishin paraqit grupe ekstreme radikale. Dhe Filip Rossi ishte personi i angazhuar i Shtetit Bashkuar të Amerikës për ta konstatuar situatën e rëndë.
njëherë kishim zhvillime të ngjashme në presheme të Vezmë në Bujanovës. Në vitin 2004, patëm atë përplasën problemet me kishat, ju kujtohet, situatë jashtëzakonisht e rëndë. Dhe ka vazhdu angazhime konkrete kemi pas të strukturave sekrete sërbëruse në Bosnje. Nuk është ka që thjesht, nuk ju ka tek dikujnë SBA atje me morë një vendim edhe me vendos masat, të jeni të sigurt që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shtet shumë serioz, ka një protokoll të jashtëzakonshëm me zero tolerancë. Filip Ross më kujtohet në atë kohë, e kam takuar. A bie kjo se këto grupet radikale janë pjesa më e rrezikshme e sigurisë? Pjesa më e rrezikshme sepse Serbia kishte humbur luftën e saj në vitin 1999. Dhe angazhimet gjithmonë është edhe i nderuam ju ushtarak këto, gjithmonë kur një shtet e humb pjesën frontale angazhohet në spionazh. Njëherë kishte angazhu 200% buxhet sa i përket çështjeve financiare. Kish para përgatitur dhe më herët madje kish pas përgatitur në rast se dështon, do të ketë angazhime të çështjeve speciale. Forcat ruse u dëbun nga Kosova në çështën e aeroportit, ju kujtohet. Është momenti kur mund të fillonte lufta e tretë botërore. That black hand, do të thonë përdorimi i mjeteve për eskalimin e situatës dhe në cilën fushë? Në fushën e radikalit fetar. Pse? Sepse SBA-ja ishte goditur nga partnerët e Serbisë se po e mbështet një vend ku është burim jo sigurisë dhe bazohet në çështje radikale. Dhe kjo ka vazhdu edhe me Bosnjën, ka vazhdu edhe me pjesën. Po, i kemi po, është një prej formave dhe zotri Gesa, dua ta bëj një pyetje pak personale. Është pikërisht a jeni duke vazhdu këtë luftë që latë në 99-ën tash me këto aktivitetet e tua kundër radikalizmit, sepse jeni një ndër personat e zëshëm ndaj radikalizmit në përgjithësi, po edhe rrymave fetare në veç. Ajo aktivitet nuk është ndërprej pe janës tonë asnjëherë. Sa s'është mbështet ndërprej e kundër. Sigurisht, sepse ne kemi ditë edhe në atë kohë që ajo tentativa që edhe në luftë të përdoren këta element të islamit politik që po e quajmë, sepse këtu duhet për opinion të jemi të qartë. Islami është përdor prej elementve radikal të ndryshëm me ose pavedije, por një pjesë ata që udhëheqin kryt janë shumë të vetëdijshëm çka po bojnë. Edhe e din synimin shumë mirë. Flitet edhe për shumat të majme të parove. 25 shoqata humanitare të indjes mesme kanë ardhur. 12 për të një shpallë terroriste për Shëbas. Come on, njeri. 25 kanë ardhur, 12 në shpallë terroriste. Organizata islamike janë vendosur në Kosovë. Madje 12 për të në sëd janë shpallë organizata terroriste për Shëbas. Janë dëbu prej Kosovës, ju kujtohet. Këto janë simptomat qarta, element qartë, që ajo luft nuk është ndërprej asnjëherë, po edhe aktiviteti jo nuk guxon të ndërpritet asnjëherë. Sidomos ne që kemi pa çka po ndodh edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, dhe po e shohim që ai element është forcu shumë me këto organizata që e përmeni zotriu deri më tani dhe të cilat e kanë gjetë një vakum institucional në Kosovë në periudhën kur ka qenë UNMIK-u në atë kohë, dhe institucionet tona vendore, shqiptarët nuk kishin kur gjëndorë që të ndërmarrin masa në start të ndërpresin këto. Dhe tani ato e kanë shfrytzu që atë periudhë gjendjetranë emergjente dhe jenë forcu si element dhe ana shpirtnore kur kapet si element dhe sociale është shumë më rrezikshme se çfarë do veprimi tjetër si akte terroriste. Edhe një fakt du ta plotësoj. Pikërisht në 2005 ju kërkoj falje nëse pjo ndërhyj për të mirë, qëllimin e mirë. Pikërisht 2005, se këto ditë ka qenë aktive. Demo Berisha, njëri ndër protagonistët kryesor të zhvillimeve, pensionohet nga ushtria e Jugosllavisë. Dhe themelon organizatën Matrica shqiptare. Matrica shqiptare. Ku vetë ka deklaruar që ka pas dikun 80.000 anëtar dhe ka shpenzuar një buxhet deri 10 milionë euro, buxheti i morë nga 10 milionë euro vjetor apo 2005. Ka fillu organizata e tij edhe me një buxhet që ka shpenzuar baza vjetore dikun deri në 10 milionë euro për organizimin e të drejtave shqiptare gjëja në Ballkan. Dhe ku ka operu? Ka operu Shkup. Pra përmi 200 milionë euro për bjen deri në këtë vit që janë shpenzuar. Dhe ku ka operu? Dëgjom shumë interesant. Ku ka operu? Në zonën e përgjithësisë amerikane. Hanjelezit, Kaçaniku, Vitia, Gjilani dhe Kamenica. Ku i kemi pjesëmarrësit më shumë të luftrat e huaja për llogaritë Sisit? Pikërisht në ato vende. Jemi të sinqert, për hir qytetarëve të Republikës së Kosovës. Pjesë e administruar nga kanë dash me godit një gjë dihet. SBA-ja ka mbështet lirinë e Kosovës dhe kanë dash me godit SBA-n se ke mbështet terrorizmin. Ju e dini që në 11 shtator 2001-shës deklaratat e para
të Serbisë kanë qenë rreth asaj se në këto veprime dyshohet se ka edhe persona shqiptar. Madje për hir të publikut ishte arrestuar një shqiptar i mashionist në vitin 2004 nga autoritetet në Afganistan amerikanë dhe ishte mbajtur një person i cili më vonë mbetet njëri ndër personat më të rrezikshëm në Ballkan sa i përket ekstremizmit dhe radikalizmit islam. Mund të themi se shërbimet sekrete, këta duhet ta shpjegoj qytetarëve. Shërbimet sekrete kanë këtë qëllim: krijimin, rritjen, kultivimin e elementit ekstrem, fetar, cili do të qoftë. Po, varësisht nga vendi e lezi, varësisht nga vendi se cilat janë shërbishme. Më pas ka ushtru partneritet gjëja me faktorin ndërkombëtar për me luftuar elementin. Mirë, çka ndodh me 28 qershor në fakt? Kjo është pyetja më e rëndësishme. Vërtet jemi në një situatë të tjerë të rëndë, për shkak se kemi një vendim gjykatës e cila ndërpret zhvillimin e mbajtjen e këtij aktiviteti. Derisa ka paralajmërime publike se serbët janë të gatshëm për me ardhur. Dhe këtu mund kemi ballafaqim, mund kemi përplasje në mes të institucioneve që dëshirojnë me zbatu vendimin e gjykatës dhe atyre të cilët kanë me tentu me thonë se janë shqiptarë që po na mohojnë në këtë drejtë dhe kanë me tentu edhe në mënyrë dhënshme me marr ata. A do të kujtë edhe figura politike nga Serbia? A dyshim. Unë jam shqetësuar shumë ditët fundit edhe me lidhje me statën, shpresoj nuk është citat pjesës skenarit e Arsenievicit, një politikan serb atje, i cili e ka elektrizuar sadokudo këtë çështje. Tash kemi të drejtën për mbajtjen e aktiviteteve fetare që realisht me ligjin Kosovë nuk është e sankcionuar poshtë me një vendim gjykatës. Unë kam thënë vazhdimisht, edhe pse disa veprime juridike, qoftë në aspektin penal apo civil, janë të drejta, kur ata prodhojnë në situata sigurie, do të mos më zbatu. Zotri Elezi, kërkoj ndjesë jona edhe diçka më interesant. Ne e dim nga e kaluara, kujtojmë rastin e shpërthimit të autobusit brenda territorit Kosovës në Merdara atje që pastaj ende sot nuk është zbuluar saktë se si ka ndodhur. A mund të kemi kësi lloj makinacionesh për Vidovdan? A mund të përgatit një panda dy shteti serb ti vras persona që festojnë e kremtojnë Vidovdanin? Është friga se shërbimet sekrete të huaja që mbështetin Serbinë dhe shërbimet sekrete serbe. Pse po them tuja që mbështetin Serbinë? Sepse kemi shtete të cilat kanë marrëdhënie të mira me Serbinë dhe kanë bashkëpunim, protokoll në bashkëpunimit në shkëmbimin e informacioneve. Ekziston rreziku që ata shtete kanë angazhu struktura të caktuara për me bo me gjithë budall, cilët janë gatshëm me bo veprime dhe besoni që ata të cilët mund të hapin zjarr ose të ushtrojnë dhunë mund të jenë me emër dhe mbi emër shqiptar. Sepse s'bëhet ndryshe dhe kujt do të dërgohet fatura e kësaj situate? Kosovës, ne jemi përgjegjës, zonë e përgjegjësisë sonë. Prandaj unë kërkoj, për shfrytëzim nga rasti, kërkoj nga Agjencia Kosovës për Inteligjencë dhe Inteligjenca e Policisë Kosovës që të ngritë nivelet më të larta të kapaciteteve të saj për të nuhat çdo zhvillim. Sigurisht edhe e bën. Lulzim, çka ndodh në fakt sepse duke parë një situatë kaotike në Serbi, një vendim gjykate në Kosovë, çka ndodh më 28 qershor ditë edhe kur shënohet në fakt përjetori i Vidovdanit? Për fat të kesh situatë kaotike në kemi në Serbi, por kemi edhe në Kosovë, kemi kaluar 4 muaj dhe ende jemi pa institucione. Në kuptimin e jo stabiliteti politik. Vučić, natyrisht kemi diskutuar disa herë se mund ta inskenoj një tjetër krizë për të shpëtuar në atë presion të brendshëm që ka. Po pikërisht për atë duhet jemi më vigjilent, duhet jemi më të përmbledhur dhe me veprime më konkrete, e sidomos si e tha dhe zoti Elezi, është momenti kur shërbimi apo Agencioni Kosovare Inteligjencës do të jetë në shkallën më të lartë të vigjilencës së saj, së bashku me policinë e Kosovës dhe me të gjitha instrumentet e tjera të ruajtjes së ligjit dhe rendit në Kosovë, në mënyrë që të mos lejohet që problematikat e tilla të eksportohen nga Serbia në Kosovë, pra të mos i lejojmë ato që të gjitha ato problematikat të mbesin te kufiri i Kosovës në mënyrë që të mos kemi gjëra të tilla. Është shumë e vërtetë se edhe në të kaluar kemi pasur raste kur, përmendet rasti Panda, kur ka pasur mundësi nga shërbimet serbe apo edhe nga shërbimet e shteteve mike që të paguhen njerëz apo të merren njerëz që në emër të abdetarizmit, të patriotizmit të ndërmarrin akte të tilla. Po unë mendoj se tani nuk është ai moment. Dhe unë mendoj që të gjithë duhet të jemi shumë vigjilent në këtë pikë, duhet ju bëhet të gjithëve me dije se çdo veprim që është në kundërshtim me ligjet e Republikës së Kosovës është kundër interesit të Kosovës, pra
aty duhet të jetë vetëm policia dhe shërbimet shtetërore që e mbrojnë rendin e ligjit për të arritur të ruajtur qetësinë në mënyrë që të mos kemi eskalim dhe trazirat të mbesin në Beograd, të mos vinë në Gazimestan apo në kudo të qoftë në Kosovë. Dhe duke marrë parasysh zotri Pumo, sepse kohët e fundit të ka rënë të jesh shumë dhe e kupton shumë saktë se çfarë po ndodh edhe në Serbi, duke marrë parasysh se jeni i involvuar në situatën aktuale, sa i konvenon realisht hapja e një vatre të re në këtë moment Rusisë? Absolutisht jo. Rusia ka të ngjarë që i ka ndarë shapin me sheqerin, është tërhequr nga lindja e mesme dhe po i përqendrohet plotësisht konfliktit të Ukrainës dhe interesimi dhe interesi numër 1 i Rusisë tashti është Ukraina me gjithë meselet që ka, ndërsa çështja e Ballkanit kuptohet që janë tentakulat e Moskës gjithmonë të prezente, i është interesi gjeopolitik i Rusisë nuk është fshirë dhe nuk do fshihet kur, miqësinë historike me popullin serb ata e nënvizojnë vazhdimisht. Mirë po, përsëris dhe një herë që me Vučićin nuk po shkon gjithçka ashtu si duhet dhe biles edhe sot zëdhënësi i Putinit Peskov deklaroi që nuk parashikohet ndonjë bisedë me Vučićin këto ditë. Po në qoftë se Vučići nuk i shkon për dorë atje. Ai është edhe ashtu në protesta, është edhe në presion. Ju nuk mendoni se mund ta shfrytëzon rastin shteti rus që ta rrëzoj, në fakt, duke i përdorur persona që i ka si Vulinin apo të tjerët të cilët kanë influencë. Aty duhet u peshuar në kandar kush ka, çfarë gurësh ka në dorë, sepse edhe Vučići nuk besoj që është i vetëm dhe i jetim në ekzistencën e vet, në fuqi, në pushtet. Sigurisht do të ketë një mbrojtje, për shembull, le ta marrim që i ndihmojnë francezët, për shembull, ose britanikët. Pra, nuk është e thënë që është aq kollaj dhe për Rusin ta përmbysi Vučićin. Unë nuk mendoj që Rusia ka mendon për këtë gjë, sepse mund të thotë për shembull që në vend të Vučićit mund të vinë një më tjetër më radikal për të futur në Bashkimin Evropian se sa Vučići. Pra, ky është paktën si puna, le të themi, me 3 karigin, me 2 karigin, me 3 karigin, ndërsa ai tjetri mund të shkojë direkt në Europë pa u kthyer kokën mbrapa. Pra, ka pasur Misha, kur jemi tek Serbia ka pasur dje një lajm, pra përpara se në fakt pasi që Serbia zyrtarisht njoftoi për ndalimin e eksportit të armëve, unë uroj ta kesh lexuar, por ka pasur një raportim të N1, një prej gazetave opozitare atje që thotë se është transportuar diçka fshehur azi nga Izraeli me aeroplan special në Beograd. Për çfarë bëhet fjalë? Po. Kam lexuar dhe unë këtë lajm, po ka pasur shkëmbime të thonë që nga Izraeli në Beograd, unë di anasjelltas që Serbia ka dërguar armë, municione në Izrael. Këtë më thënë kanë kaluar dhe mediat ruse biles. Jo, në fakt, rruga që thuhet nga mediat është nga Izraeli në Beograd. Me aeroplan special. Sinqerisht nuk kam dieni për këtë. Nëse mbjeni du të bëjnë një plotësim, vetëm një, pikërisht ajo që e thatë ju, se Rusia u zhdërzun lindën e mesme, do të thotë që do të kemi një votrën e re. E kemi një koncentrim të Rusisë në angazhimet e saj që i ka në luftën në Evropën. Dhe Serbia është njëri prej satelitëve që Rusia do ta përdor për ta kanuar sigurinë e Evropës. Sepse edhe gjindet në Evropë. Pikërisht. Po çka ka transportuar? Ka bler armë nga Izraeli, diçka speciale? Do të përqendrohet në Ukrainë gjithsesi. Kur të zgjidhi problemet me Ukrainën, ndoshta mund të rrihet. Por mbase zotri Pumo, mbase interesi i Rusisë është që të mos koncentrohet edhe pjesa tjetër e botës në Ukrainë. Të kenë mundësinë ata të koncentrohen. Me të drejtë e përsëriti. Pjesën tjetër të botës në Ukrainë e koncentron zoti Trump. Jo, ajo që pyetjen që parashtroj në rrugë jona është pikërisht me çka është transportu. Ju kujtohet para se do të përgjigj po citoj një deklaratë të presidentit të Serbisë i cili tha se po armatohesemi fshehur azi. Po, paraprakisht, për ta konfirmuar këtë. Ka dyshime. Dhe kjo pas marrëveshjes trilaterale mes Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë. Ka dyshime se në një fluturake e cila nuk është regjistruar në sistemin e aviacionit ndërkombëtar të fluturimit, është shënjestruar si një veprim special i fluturimit dhe janë transportu disa armë të cilat madje e kanë përplas edhe Izraelin zyrtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju e keni parë
Thil pas këti... Çfarë mund t'jenë këto super armë që mund t'a vëjnë për balë Izraelin dhe Amerikën? Bëtë fjalë për disa, këta që të tani për thamë janë hamendësime, nuk kemi informacionet sakta, bëtë fjalë për disa raketa, të cilat së fundmi Izraeli i ka prodhu dhe që janë me kapacitetet jashtëzakonshme, por me një rezervimit gjatë, por që mund të themi një kuptimin figurativ janë të vogla, nuk janë të mëdha, por kanë kapacitete. Është diçka e re që po pritet me qenë njëna prej ekonomisë kryesore të armatimit të Izraelit, e që Serbia është e para ndoshta në Evropë që do ta posedoj. Dhe ju kujtohet, vetëm këtë detaj edhe s'po flasmo, ju kujtohet që pas kësaj fluturake, Trump u ndaj zhgënjim publikisht me kryeministrin e Izraelit. Dojtë dhe tha, jam i pakënaqur. Të jeni të sigurt se nuk konsumon të gjitha me publikun. Por e keni vetëm merrni lajmin, shikoni kur fluturakja ka udhëtuar në Beograd dhe shihni deklaratën e presidentit të Shtetit Bashkuar që në farforme analistë botërore kanë konstatuar që Trump po ja kthen shpinën e Izraelit. Por zotri Gecaj, realisht, në qoftë se kjo është e vërtetë, a i bie se jemi në prag të luftës? Asnjëherë nuk kam dëgjuar askënd që ka deklaruar që nuk do të ketë luftë ose po ndërpret ose diçka tjetër. Tentativat gjithmonë ekzistojnë. Vetëm se gjithmonë analizohen kushtet, mundësitë dhe rrethonat dhe modalitetet në të cilat ajo mund të ndodhë. Kjo nuk nënkupton patjetër që do të ketë luftë, por gjithmonë është një farë lloj strategjie e përdorur edhe nga shtetet tjera edhe të fuqishme që me armatosje në fakt e bojnë një preventiv që mos ndodhë një luftë e ardhshme. Sepse ekziston gjithmonë friga që nëse unë nuk armatosëm, ai tjetri armatoset dhe ka me më sulmu mu, kështu që shkojnë të gjitha palët duke ngrit atë fuqinë e vetë dhe kapacitetit luftarake. Po për realisht, Serbia nuk e ka dikë që e sulmon Serbin nga fqenjët. Zakonisht ekziston friga nga ana kundërt. Kjo është për i këndvështrimit tonë. Mirë po ata nuk besojnë ato dhe shpesh herë dalin edhe me deklarata hapta, së thonë Kroacia, Shqipëria, Kosova, këto janë kërcënim për neve. Ata i shojnë ashtu bashkimi shqiptarëve tjera. Dhe nuk përjashtohet mundësia të zonë, po e marrë veç një shembull për i të kalumës, kur Jugoslavia ka qenë si një shtet i tërë, ku përbënte pjesë edhe Kosova. Pa marrë parasysh shtetet tjera për rreth, çfarë raportesh kanë pas me Jugoslavinë, Jugoslavia gjithmonë ka pas dyshimet në raport me Bullgarët, me Rumont, me Hungarest, me tjertë, dhe kjo mendësi asnjëherë nuk ka ndryshuar. Dhe nuk ndryshon për... Ka një pjekurin kolektive politike të sërve. Sigurisht. Oke, po? Dhe në këtë kuadër edhe Serbia, edhe sot vepron ashtu, po edhe ne duhet ashtu të cilemi. Nuk duhet presim çdo gjë që bashkësia ndërkombëtare ka me bë për ne, që NATO-ja ka me bë për ne, sepse një mendësi e tillë na shkakton vonesa për një pavarësi. Do të mendojmë se dikush punon kundër nesh. Dhe gjithmonë do të ketë dikush që punon kundër nesh. Gjithmonë do të vrojtoj dikush prej lartë se ku është ai momenti më i përshtatshëm për ta që të na sulmojë. Po. Por kjo nuk nënkupton që do të ndodhë patjetër, sepse edhe na duhet të jemi gjithmonë vigjilent që t'i mbyllim ato hapësira dhe mundësi që ata të na sulmojnë. Pikrisht për këta, po i referon edhe njëherë bisedes më herët që e fillum, që gjithmonë është kërkuar një koordinim dhe bashkërendim edhe me faktorë ndërkombëtar, sepse arkitektura e sigurisë nuk është diçka lokale, është diçka shumë e madhe, shumë e gjanë. Shumë dimenzionale. Shumë dimenzionale dhe pikrisht për këtë arsye, Serbia ka kuptuar që në stilin e vjetër nuk mundet me bë diçka në Kosovë dhe ju ka kthy këtyre grupeve radikale, terroriste tjera që ta destabilizoj Kosovën përmbrana. Fare në fund, nëse do donim ta trajtonim në këtë panel të gjerë, por me veli unë desha që të flasë naturisht për atë që u raportuat këtë ndodhur djetë tek ura Ibrit, sipas informatave të drejtanishme,
ka qenë një matje infrastrukturore nga ana Bashkimit Evropian, dhe kjo ndodh 2-3 ditë pasi lëvizjave të vendosje në rrjetet sociale ka prezantuar një projekt se do të ndërtoj 2 ura të tjera krahas urës së Iprit. Sot Durmishi, zëvendës ministri i infrastrukturës, e ka konfirmuar që ne kemi këtë ide. E para Veliu, ishte informuar qeveria e Kosovës për matjet që bëri Bashkimi Evropian, a u bën këto matje për ta hedhur poshtë të propozim të VV-s, apo çfarë po ndodh atje? Po, unë mendoj se ideja për ndërtimin e urave nuk është diçka e keqe, mirë por në momentin kur kemi një urë e cila është jo funksionale në po themi jo funksionale me që nuk është e lirë për qarkullim, ndërtimi i 2 urave të reja nuk do sjell diçka të re, pasi që ura nuk është e hapur për problematikat të saj, por është e mbyllur për shkak të problematikat të tjera dhe për që nuk lejohet edhe nga Bashkimi Evropian përkundër tentativave të lëvizjes me vendosje dhe qeverisë në detyrë, pra është dashur një koordinim i mirë dhe në momentin që ata thanë se do bëjmë 2 ura të reja, kemi edhe matjet që bëhen nga Bashkimi Evropian dhe sipas të gjitha matjat që është bërë, ura momentalisht është shumë në rregull dhe është funksionale dhe mund të funksionojë me kapacitet të plotë. Pra, unë mendoj se qeveria e Kosovës para se të vendosë për ndërtimin e urave të reja, është mirë që të koordinohet me faktorin ndërkombëtar, me miqtë tanë dhe me të gjithë ata që janë rreth asaj ure në mënyrë që hapja e urës të jetë për bashkim dhe unifikim e jo për ndarje dhe trazira të reja. Mirë, në fakt, për a do të ishte momenti dur për të hapur ura? Veliu? Momenti çdo herë kur ka koordinim, momenti bëhet për të hapur. Kështu që unë mendoj që para se gjithash, përkundër gjithë asaj që ka ndodhur, përkundër gjithë asaj çfarë po ndodhet, po shohim çdo ditë, qeveria, por edhe subjektet politike është dashur të jenë më aktiv me qytetarët sërbë në pjesën veriore të Kosovës dhe duhet t'i trajtojmë si pjesë e jona, pasi që ata janë pjesë e Kosovës në mënyrë që ata të mos manipulohen dhe keq përdoren siç janë duke u manipuluar e keq përdorur nga lista srpska, pra përmes listës srpska nga presidenti i Serbisë Vučić. Një përgjigje këtë pyetje. Testimi i urës nga autoriteti ndërkombëtar në Kosovë, i cili dha 2 mesazhe. E para me i tregu popullatës Kosovës se testimi bëhet këtë forë personalisht, jo me atë kamionat hajgare që kanë bëhet, dhe dyta që urën e hapim ne, në momentin që konstatojmë që është situata për me hapë dhe nuk bëjmë urat e tjera, sepse nuk është ura si objekt fizik që shkakton probleme ndërretnike, po janë mungesa e koordinimit për integrimin e qytetarëve. Por koordinimi i popujve bëhet kur ata kanë bashkëpunim me njëri tjetrin dhe ne do ta kuptojmë besoj mesazhin e asaj se pse nuk po hapet ura ende, do ta kuptojmë dikur, por besoj se nuk është çështje teknike. Mirë, atëherë kjo ishte tëra sa i përket këtij bloku. Zotri Misho, zotri Veliu, faleminderit shumë që ishit me ne, zotri Gecaj dhe zotri Lez, nëse keni diçka më shtu krejt në fund jemi. Thjesht, ndoshta me ndërlidh pak të urat, Bedriu e tha shumë qartë dhe saktat që e tha, por duhet në këto rrethana çfarë jemi globale të sigurisë, është një problem shumë minor kjo i urave në krahasim me problemet e tjera. E qartë. Kishim një sondazh të hapur, por derisa natyrisht e kanë parë shumë njerëz në YouTube, le ta shohim bashkë se janë përgjigjur në fakt dhe kjo lidhet natyrisht me alarmin amerikan. Është shqetësuese vazhdimi i gjendjes së jashtëzakonshme nga Amerika, po kanë thënë 63%, jo kanë thënë 37%. Faleminderit edhe një herë gjithë të ftuarëve. Ne tani shfutemi me pak publicitet dhe rikthehemi në fakt për të folur për një cilësim që ka bërë Organizata e Kombeve të Bashkuara lidhur me situatën e rëndë të njerëzve civilëve në Gaza. Kthehemi pas pak.